Komisionet parlamentare ka nisur punën këtë të martë me 1 minutë heshtje për shkak të vrasjes në sallën e gjyqit të gjyqtarit Astrid Kalaja. Kryetari i Komisionit të Çështjeve Ligjore dhe Administratës Publike Ulsi Manja deklaroi se vrasja e një gjyqtari në krye të detyrës është një këmbane alarmi për sigurinë e punonjësve të drejtësisë. Manja e ka quajtur vrasjen një akt barbar. Më lejoni që nisur nga ngjarja e dieshme ku dora e krimit u ngrit mbi tokat e zeza duke i marrë jetën gjyqtarit të ndjer Astrid Kalaja në krye të detyrës. Besoj biem dakord të dy komisionet, të gjithë anëtarët e të dy komisioneve që ky është një akt i rënd kriminal, një akt barbar dhe që meriton ndëshkimin shembullor të autorëve të kësaj ngjarje. Sigurisht vrasja një gjyqtari në krye të detyrës në një ambient ku presupozohet se është vendi më i sigurt për të ushtruar detyrën është edhe një kamban alarmi që ka të bëjë me sigurinë e punonjësve të drejtësisë. Kështu që në emër edhe të dy komisioneve, unë shumë prej nesh e kanë njohur Astrid Kalan, një pjesë edhe kemi punuar me të, ndaj unë do t'ju ftoja të mbajmë 1 minutë heshtje në nderim të tij. Në Komisionin për Nismat Qytetare, avokatja e popullit Erinda Balanca theksoi se gjyqtarët duhen mbështetur në punën e tyre. Sigurisht edhe avokati i popullit ka pasur një ditë shumë të keqe përveç se të tronditur gjithë si institucion në lidhje me këtë çështje, jo vetëm sepse un kam pasur fatin ta njoh personalisht të ndjerin, por dhe ta ndjek punën e tij në disa forume, një ndër ta edhe Këshilli i Minimeve në drejtësi, ku ai realisht ka ushtruar detyrën dhe funksionin e tij në kohë të vështirë. Kur them të vështirë, me një mbingarkesë të jashtëzakonshme, me në një stres të jashtëzakonshëm, por që e ka ushtruar në mënyrën e duhur dhe me dinjitet për të realizuar qëllimin që çdo gjyqtar i ka vënë vetes të dhënies së drejtësisë. Unë mendoj se gjithë secili prej institucioneve shtetërore, përfshirë ato politikbërëse, ato ligjzbatuese, ato të pavarura, është ndjerë keq, por edhe i pafuqishëm në një farë mënyre, sepse sado që ne kemi ngritur zërin në lidhje me problematikat që ka sistemi gjyqësor, edhe në Komisionin e Ligjeve dhe në raportet e avokatit të popullit, edhe në vlerësimet që avokati i popullit ka bërë në këto 8 vite për ecurinë e reformës në drejtësi, ne nuk ja kemi dalë që tu jemi pranë gjyqtarëve, të cilët kanë kaluar për shkak të kësaj reforme një stres test të jashtëzakonshëm. Kur them stres test, e them si në nivelin individual, për shkak të procedurave që ato ju nënshtruan, por më tepër se kaq, për shkak të një ngarkese me dosje të papërballueshme për kapacitetet njerëzore. Dhe pjesë edhe e raportit të avokatit të popullit në një kapitull të veçantë për këtë vit ka qenë pikërisht gjendja në sistemi gjyqësor dhe nevoja emergjente që ne kemi për të vazhduar investimet në pushtetin gjyqësor dhe në sistemin gjyqësor. Është e vetmja mënyrë që të vijojmë investimet në mënyrë që kjo reform, e cila pati kosto njerëzore, personale shumë të larta, për të arritur cilësinë, të arrijë këtë cilësi. Vrasja e gjyqtarit Kalaja në sallën e gjyqit tronditi mbar opinionin publik dhe ngriti shqetësime për sigurinë në institucionet e drejtësisë dhe nevojën për masa mbrojtëse shtesë për gjyqtarët.